Po si u kënaqem kështu Mariona, ke vënë. Të njëjtën fjali, tham ose më saktë, tham dy fjali të ndryshme me të njëjtin koncept, që po kënaqemi dhe kur kënaqeni koha fluturon, ka fluturuar koha dhe në programin tonë. Ne të dy shumë njësoj, kjo besoj është vërtetuar në vitet e kaluara. Po ti thua më bukur se unë i them kështu më spartane gjëra. I them më spartane. Ne kemi bërë të njëjtën pyetje kur është dash. Eksakt, e kemi bërë, por në tjetër emision ai këtu ende s'kemi shkuar te kjo gjë, po do shkojmë. Dhe meqense jemi tek këtë destinacionet pra për të shkuar në një drejtim apo në një tjetër, flasim pak edhe për kostot sepse kemi marrë në fokus Pragën për të gjithë ata që nuk e dinë që janë duke ndjekur programin Trip Top, flasim për udhëtime, flasim për këto udhëtime pikërisht edhe me të ftuar, kishim Albanin që falenderojmë që ishte me ne dhe gjithashtu ju them apo ju rikujtoj për ju që keni qëndruar me ne që jemi duke diskutuar për Pragën. Praga relativisht një qytet i lirë, relativisht një shtet i lirë. I lirë. Kuptimin e lirisë personale apo të lekëve? Edhe të lirisë personale. Se ishte i shtrenjtë Praga tani. Nuk ishte. Shkosh në Prag, nuk sa kushton të shkosh në Prag. Nuk ishin çmime të lira në Prag. Tani unë në Prag kur kam shkuar, për shkak kam marrë ofertë të betohet Arioni, 99 hotel të përfshirë. Bashkë me udhëtimin. Tani siç që nga ndoshta janë rritur çmimet. Po mirë ti edhe kudo ku të shkosh ke edhe hostel me 5 euro. Mos ka fjet në hostel, kam fjet në hotele shumë të mira. Jo, po flas në botë. Por ishin me paketa, kur unë godisja paketat interesante për Prag. E çfarë ishte në fare hoteli apo? Hotel shumë i mirë. Një 3 yje, po një 3 yje shumë i mirë. Ai sa më duhej mua për të bërë një gjumë për të vizituar, po në zonë qendrore kam qenë realisht kam qenë mu në shëtitore, një apo dy rrugica nga ora e famshme që tham në fillim, që është një nga orat më të famshme në botë. Sa net në një natë? 2 net dhe 3 ditë. 99 euro, të betojmë, po bashkë me avionin. I pabesueshëm ja. Jo, godas kam dyshime të forta. Nëse ne kemi lumtuar. Hosteli shkon deri 15 deri në 30 euro, një hotel normal shkon 40 deri në 80 euro, një hotel i mirë shkon 90 euro plus. Okej. Po janë lumtime, po. Pak a shumë kjo është shifra që pagoni për tipologji të ndryshme hotele. Sigurisht se këto shifra ti ke nxjerr Arion? Po unë kam nxjerr. Për 3 net thot normal harxhon 240 euro. Po pra për jetë si kjo e Arionit. Jo si ajo e Albanit. Në përgjithësi kam parë që ka dhe hotele me 1500 euro në Pragë. Shkon ato super luxury me, po ne s'po i quajmë apo s'po i këshillojmë të shkojnë ashtu, se ata që udhtojnë ashtu e dinë, s'ka nevojë për ne. Flasim për mat, për një rrogë normale shqiptare apo jo. Ushqimi në ditë të shkon në një buxhet prej 10 deri në 15 euro për market apo fast food. Kur i blen kështu, domethënë sa me mbush parkun, normali shkon 20 deri 35 euro, kurse në restorante shkojnë 40 euro plus. Në total ditor. Po nëse ha një vakt apo ha një portata thotë italiani. Gjithatë ato që tha Albani është shumë e vërtetë Arion, nuk e di ti kur ke shkuar ke përdorur currency-n, domethënë monedhën e atyre. Po kam bërë exchange. Pra po skuptoj fare ashtu ti. Ashtu menaxhoj buxhetin. Unë jam më i sigurt ashtu. Unë i ktheva gjën e parë që bëj, apo se ti bën atë stilin tjetër. Unë gjën e parë që bëj, kthej gjysmën e buxhetit që kam për atë lokacion e kthej në lek autoktone, pra në monedhën e tyre. Dhe tentoj që ta menaxhoj sa më mirë me monedhën e tyre dhe mësoj vendet, mësoj restorantet, mësoj ku ha mirë dhe normalisht me çmime normale, po ju të pasurit nuk bëni kështu. Me ajka shoqërisë. Transporti lokal është komod për të përdorur në metro ose në tram, 1 deri në 2 euro për bilet. Ose nëse jeni shumë shqiptar mund të bëni dhe sigur nuk e pagoni atë biletën dhe zbrisni. Jo, ka kontrolle këtë që nuk ja këshilloj sepse ka kontrolle dhe gjobat janë deri në 200 pak euro, por bëni abone, ka abone 24 orë, 72 orë, do shta dhe abone javore, kështu që kodisni abonet nëse mendoni që Pragën ta vizitoni nëpërmjet metrove. Kthehemi pas pak. Më fal. Mario, po si ma lë kështu? Se më tha Ariola para këtij bllokut, më tha lutem lajmëro dhe mua tha kur e mbyll. Rikthehemi në Top Albania Radio në këtë pjesë të fundit Arion, siç e the dhe ti pak më parë, koha fluturoi dhe do fluturojmë dhe ne të lirë nga inteligjencë artificiale. Nuk je këtu, a? Jo. Ti dhe Whitney Houston. Më vjen shumë nat dhe prandaj nisa kështu për të ngacmuar pak se si se pyet Albanin për këtë gjë që e kishin veçuar edhe në skalet. Por ta tha dhe më një herë orë. Si se pyet atë. Për gjithë ata që nuk e din, për gjithë ata që janë lidhur vetëm me ne në këto momente, jeni në Top Albania Radio, besoj këtë e dini sepse po shihni frekuencën në radion tuaj apo po shihni numrin në kanalin e Digital Bit apo keni klikuar aplikacionin aty akoma dhe më qartë. Jemi në Trip Top dhe po vazhdojmë të flasim në këto minutat e fundit për udhëtimet dhe fokusin e kemi tek Praga. Po flas për prostitucionin në Prag. Të vjen turp. Jo mua jo, po as vajzave dhe djemve që e kryejnë si proces, sepse në Prag është e lishme. Doja ta pyesja nëse ekzistonte mundësia, nëse ja kishim parë syt, se mua personalisht nuk mi pan syt këto klubet e famshme apo këto
Jemi çuna goca të mira ne. Apo vajzat, s'mund ta quajmë një vajzë që bën këtë profesion por në mënyrë gjentile. Eskort. Eskortat I themi ne këtu në Shqipëri. Është përhapur shumë si profesion kot. Janë ato që shoqërojnë, kurse këto nuk të shoqërojnë, këto të presin. Është shërbyese lumturie. Dhuruese lumturie me pagesë. Po, dhurueset e lumturisë me pagesë në Prag të dashurmiq është një profesion. Është një profesion I lishëm, pagojnë taksa ato vajzat dhe pikërisht edhe shumë pornoaktore në përbot kanë pikërisht prejardhjen nga ky shtet, nga ky qytet sidomos dhe janë me shumë mira miliona ndjekës. Tani çdo na thuash për këto se mirë morën vesh. Jo, ka zona po shifja edhe çfarë kishin veçuar. Ka zona të caktuara ku ti shkon, prandaj sipas kam parë, sipas kërkat zona të caktuara dhe çekia. Me familjen prandaj. Kia e ka legjitimuar prostitucionin, kështu që nëse dëshironi të bëni një udhtim jo vetëm për kulinarin apo për kulin në italisht, apo edhe për këtë lloj tematike tjetër, Praga e ka të licencuar, kështu që burg nuk rrezikoni, sepse për shembull, nëse do të bëjmë paralelizëm, nëse ma lejon Ariola me Japonin, jo nuk ta lejon. Ja, ma lejon, po ishte kështu gentile për të marrë leje që ta zgjasja pak të copës të programit. Në Japoni prostitucioni është ndaluar edhe pse vendet ku ushtrohet prostitucion janë të lishme. Çfarë do të thotë dashurmiq? Që ti në Prag shkon, jep lekët, merr shërbimin dhe del I qet edhe pse ke një policë përballë. Në Japoni nëse kjo gjë ndodh, duhet prostituta në këtë rast apo vajza që dhuron lumturi kundrejt pagesës, duhet të thotë që është dashuruar me ju dhe ju bë të një dhuratë. Wow. Po, sepse atje nuk lejohet seksi me pagesë, po lejohet që dy njerëz në një klub të njihen, të dashurohen, të kryejnë një raport seksual komplet, dhe ti në fund nëse ke mbetur I kënaqur nga kjo partnere e re, I bën dhe një dhuratë. I bën se njeriu është gentil në jetë. Gjithsesi unë do të them kuriozitete për Pragën. Të gjitha këto në Prag janë. Kuriozitete për Pragën, qyteti I urave ka mbi 500 ura, po më e famshme ishte ajo që diskutuam, e ndërtuar në shekullin 14. Një qytet me kështjella. Kështjella e Pragës është kështjella më e madhe historike në botë sipas Guinnessit. Ata thash në hapje. Këtë se mbaja mend që ishte Guinness, po mbaja mend që ishte shumë e madhe. Qyteti I kullave edhe këtë e tham, Praga ka më shumë se sa 100 kulla historike. Po janë historike këto të Pragës. Po ato do bëhen historike. Që janë përdorur shpesh si pika vëzhgimi për turistët. Edhe këtu përdoren për t'i vëzhguar. Praga është qyteti I mistereve, me misterin. Është paralelizme, po. Ka rrugë të ngushta dhe lagje të vjetra që kanë frymzuar shumë histori dhe fantazi. Filmash përfshirë dhe Mission Impossible. Ajo, këto Mission Impossible është të dalësh nga shtëpia me makinë, por që në Pragë është. Akoma s'ka ardhur Hollywoodi këtu. Janë locationat që ka përzgjedhur Albani, pikërisht janë locationat të cilat lidhen edhe me filmat të Hollywoodit tani që mendoj. Në Vjenë për shembull është xhiruar një film shumë I famshëm I Avengers, në Venecia është xhiruar Casino Royale, është xhiruar filmi me Brad Pitt dhe Angelina Jolie. Casino Royale edhe në Prag. Edhe në Prag Casino Royale. Pra disa lokacione që ka zgjedhur miku ynë që kërkan lokacione që lidhen edhe me Hollywoodin. Pra aktori që fle brenda tij zgjodhi destinacionet e caktuara që është bërë Telef Evropa. Nga Hollywoodi kjo është pak pa e sigurt. Që po vjen Hollywoodi këtu. Ky është një lajm që ndoshta nuk e din shumë. Ma thuaj ti atë. Ja, pra sapo ta thash, çfarë do të them më? Po thuaj pra çik më shumë, na bëj një lajm, na krijon një pak suspans. Me si vet Praga Arion. Okej, pra Hollywoodi po vin në Shqipëri do të thotë një agjenci po hollywoodiane. Po përpiqen vërtet të sjellin produksionet Hollywoodit të realizuara në Shqipëri dhe nuk është më një, si thua, një skenar I pamundur ky, se për neve na duket shumë e paprekshme, po jo, për historitë forcës punëtore, për historitë të burokracive që janë ndoshta edhe më të lehta këtu, për historitë të vendeve të pa eksploruara dhe çmimeve në vendin ton. Hollywoodi po bën tratativa serioze për të ardhur në Shqipëri. Mbam përgjegjësi kolegja ime Ariola Sheu për këto që sapo tha. Ka ndonjëherë për zotin. Një që sapo I dëgjua të I besonin sepse në përgjithësi është vajzë që e cila hulumton dhe burimet e saj I ka shumë të mirë kërkuara. Ario, po sa mjalt që je, Ario. Unë jam mjalt. Je shumë I mirë. Mbas 2 vjeç e gjys. Se të ndryshe bën keq. Arion, unë them që kemi ardhur në fund të programit edhe duhet ta mbyllim edhe koha jon mbaroi. Kaq ishte koha jote mbaroi. Çfarë që ka qenë një kështu film game
show apo çka ka qenë koha jote mbaroi? Se di, po mund ta gjejmë kështu në kafe me Albanin se po na pret. Shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, shumë faleminderit që na keni komentuar, vazhdoni bëjeni këtë gjë, na ndiqni në rrjetet tona sociale, na tregoni pak dashuri nëse po e ndjeni në këtë format. Për çdo koment ju betohet që çdo koment sot do të marrë një përgjigje sepse do i shohim të gjitha rrjetet sociale dhe kush ka komentuar, kush ka shkruar, follow back nga Ariola. Follow back nga Arioni për të humor. Blini tani këtë ofertë. Takohemi të dielën tjetër. Ciao ciao. Faleminderit që keni qenë me ne, shihemi dielën tjetër.